Në këtë edicion do të ndiqni. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka përsëritur sot nevojën për sigurimin e numrave për zgjedhjen e presidentit. Ashensori në QMF1 jashtë funksionit. Hap dyert pas renovimit biblioteka në xhamin e HDMag-s. Përshëndetje. Po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Kryeministri në detyrë Albin Kurti para gazetarëve ka ripërsëritur nevojën për sigurimin e numrave për zgjedhjen e presidentit. Kurti takimin me Hamzën e quajti konstruktiv, ndërsa Hamza tha se LBV-s i takon përgjegjësia për zgjedhjen e partnerëve. Pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të 7 qershorit, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka folur sot për hapat që e presin në zgjedhjen e qeverisë dhe presidentit. Ai para gazetarëve ka përsëritur nevojën e sigurimit të numrave për president. Është nevojshme të kemi 84 apo 5 që të jemi të sigurt për rrugën përpara, njësoj vlen edhe tani. Kurti gjithashtu tha se presidenti duhet të jetë një figurë konsensuale me vlera të dëshmuara kombëtare. Zgjedhja e presidentit nuk është përgjegjësi vetëm e partisë fituese. Zgjedhja e presidentit është menduar që të ndodhë me një bashkëpunim me të tjerët. Andaj edhe ne piknisje do ta kishim një figurë konsensuale. Pra dikush i cili nuk është i asnjë partie politike, dikush që është përtej polemikave të skenës aktuale, dikush i cili ka vlera të dëshmuara, kombëtare, profesionale, qytetare. Kryeministri në detyrë Kurti gjatë të premtës është takuar me liderin e Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamzën dhe takimin e ka quajtur konstruktiv. Takimi i parë dhe konstruktiv që kaloi në atmosferë të vullnetit, të interesimit për t'i dhënë institucione të reja Republikës së Kosovës në përputhje me vullnetin e popullit. Aktualisht unë nuk mund të them që kemi ndonjë rezultat konkret, ndonjë të arritur që do të mund të ndaja me publikun. Ndërsa i pari PDK-s Bedri Hamza tha se përgjegjësia kryesore për formimin e qeverisë i takon lëvizjes vetëvendosje të gjej partner. Qëndrimi i jonë si Parti Demokratike e Kosovës është që Partia Demokratike e Kosovës do ta ketë rolin e vet konstruktiv në interes të vendit si parti opozitare brenda Kuvendit të Republikës Kosovës, sepse përgjegjësinë për krijimin e institucioneve e ka partia me numrin më të madh të ulësve në Kuvendin e Republikës Kosovës. Kurti para gazetarëve foli edhe për refuzimin për takim nga kryetari i Aleancës Ardian Gjini, gjë e cila sipas tij nuk duhej të ndodhte. Unë kur i mblodha numrat e deputetëve 53 plus 22 plus 18, nuk thash edhe plus 7 për shkak se kryetari i AK-s nuk e ka konsideruar të arsyeshme të nevojshme që të takohet me mua. Unë besoj që është rëndësishme që të takohet me mua. Lëvizja vetëvendosje është fituese e zgjedhjeve. Ne edhe nëse nuk do të jemi bashkë në qeveri, padyshim që do të jemi bashkë në institucione. Takimi mes Kurtit dhe kryetarit të LDK-s Lumir Abdi Gjiku do të mbahet në mbrëmje, pasi ky i fundit konfirmoi se do t'i përgjigjet ftesës. Banorët dhe pronarët e bizneseve në tranzit po konsiderojnë se gjatë zhvillimit të punimeve në këtë zonë janë shfaqur shumë problematika infrastrukturore që sipas tyre po ju krijojnë shumë të lashe në lëvizje, por edhe në veprimtari. Punimet në realizimin e projektit të rehabilitimit të tranzitit në Gjakov vazhdimisht janë duke u shoqëruar me pakënaqësi të banorëve të kësaj zone, por edhe të pronarëve të bizneseve që aktualisht veprojnë. Pas takimit të djeshëm që patën në kuvendin e komunës, të njëjtit kanë bërë edhe një kërkesë tjetër për t'u takuar me përgjegjësit në lidhje me ecurinë e punimeve, problematikave të shfaqura infrastrukturore dhe vështirësive që janë duke u ndodhur së fundmi. Por për këtë takim të dytë, banorët po presin konfirmim nga institucionet. Ndërkohë vërejtja e pronarëve të bizneseve ishin të dukshme edhe sot. Pra pakamerës ata folën për vështirësitë që konsumatorët e tyre
po i hasin gjandalesave në biznes. Madje njëri konsumator e shprehu këtë shqetësim. Ne po dom me bledi shka ndugojnë këtu, po rruga bllokume, trotuari shumë i lartë, po na duhet me lanë makinën ku na vajtje, me rreziku edhe tjerë, edhe me hy këtu. Kjo nuk është normal. Duhet me bëni zgjidhje për popullin, për njerëzit. Jo gjithmonë bllokada, ku do bllokadë? Bllokad rruga aty, këtu nuk bën menal, aty nuk bën menal, ne kemi punë këtu, duhet me sjell rrotull me bën një orë gjiro e marr këtu. Kjo komuna, bashkia kush e ka në dorë, qeveria duhet me i pa këtë punë. Duhet me rregulluar që me lecu njerëzit. Kujtojmë se banorët vazhdimisht janë ankuar edhe për trotuaret ku nga lartësia anësorëve e kanë të pamundur me vetur të hyjnë në oborret e tyre. Në qendrën e mjekësisë familjare 1, prej disa kohësh ashensori është jashtë funksionit, ndërkohë zyrtarët thonë se janë kryer vlerësimet e operatorëve ekonomik, ndërsa pas përfundimit të procedurave të prokurorimit, brenda 10 ditësh do të bëhet rifunksionalizimi i tij. Në redaksin e televizionit Syri, kanë arritur ankesën nga qytetarët lidhur me ashensorin në qendrën e mjekësisë familjare 1 në Gjakov, i cili, sipas tyre, tash e një kohë është jashtë funksionit. Kjo situatë po u krijon vështirësi të mëdha personave me aftësi të kufizuara, të moshuarve, si dhe pacientëve me probleme shëndetësore, të cilët e kanë të vështirë të ngjiten në katet ku ofrohen shërbimet mjekësore. Për të kuptuar se cila është gjendja e këtij ashensori dhe kur pritet të rikthehet në funksion, televizioni Syri ka kërkuar sqarime nga Drejtoria për Shëndetësi. Përmes një përgjigje me shkrim, udhëheqësja e sektorit për shëndetësi, Dafina Kazazi Olloni, ka bërë të ditur se në përgjigje të kërkesës suaj për informim lidhur me mos funksionimin e ashensorit në QMF1, ju njoftojmë se institucioni ynë është i informuar për problemet e defekteve teknike që shkaktohen kohë pas kohe të ky ashensor. Për këtë arsye, Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, në planin vjetor për vitin 2026, e ka parapar kontraktimin e kompanisë për shërbimin e mirëmbajtjes, servisimit dhe furnizimit me pjesë rezervë për 2 ashensorët që i posedojnë 2 qendrat e mjekësisë familjare. Vlera parapar e planifikimit për këtë shërbim është 12.000 euro. Në momentin e raportimit, tashmë janë kryer vlerësimet e operatorëve ekonomik, dërsa pas përfundimit të procedurave të prokurorimit, brenda 10 ditëve do të bëhet rifunksionalizimi i ashensorit. Institucioni ynë mbetet i përkushtuar për të siguruar kushte sa më të mira për pacientët dhe stafin, ndërsa rikthimi në funksion i ashensorit mbetet prioritet. Frazën dikur ishte më mirë mund ta kemi dëgjuar shpesh në diskursin e shumë personave. Psikologe Fiona Haxhikadria ka treguar nëse kujtesa jon është ajo që zgjedh t'i ruaj më shumë momentet e mira. Çdo brez duket se ka të njëjtën bindje. Dikur jetohej më mirë. Të moshuarit flasin me mall për rininë e tyre, ndërsa edhe të rinjt me nostalgji kujtojnë vitet e fëmijërisë. Por a ka qenë vërtet e kaluara më e bukur, apo është kujtesa jonë ajo që zgjedh të ruaj më shumë momentet e mira dhe të zbej ato të vështirat, na tregon psikologja Fiona Haxhikadria. E kemi një term në psikologji që nëse e përkthejmë bukfalisht quhet retrospeksioni roz, që ka të bëjë me këtë pirjen tonë që me jap kuptim më pozitiv disa ngjarjeve të kaluara se sa që i kemi jap në momentin kur kanë qenë duke ndodhur. Edhe pse ndodh është se kur i rikujtojmë çato ngjarje nuk ju japim rëndësinë e njëjtë çdo detaj. Kujtesa jonë është tepër selektive dhe ka afinitet më të madh ose ju jep rëndësi më të madhe aty në ngjarjeve që kanë peshë më të madhe emocionale për ne. Për atë arsye, për shembull, ngjarje tjera të zakonshme si streset e përditshme ose vështirësitë që i kemi pas në kaluarën, edhe konfliktet që i kemi pas në kaluarën e kanë atë tendencën mi hub rëndësinë me kohë. Nostalgjia mund të ketë edhe anën e saj pozitive, por në disa raste mund të bëhet edhe pengesë për ne. Kur ne vazhdimisht e shohim të ardhmen jo si pjesë po mendoj të kaluarën, jo si pjesë të historisë tonë, por e idealizojmë atë kohë në atë mënyrë që e tashmja bëhet më pak e rëndësishme dhe më pak e vlefshme. Mirë, por nostalgjia nuk e ka vetëm këtë efekt negativ tek ne.
nuk mund të shihet vetëm si emocion negativ, për shkak se ka dhe pjesën që na ndihmon mi zhvillu një ndjenjë kuptimësie për jetën tonë, një ndjenjë përkatësie dhe një ndjenjë lidhje edhe me njerëzit tjerë, edhe me përvoja tjera që kanë pas rëndësi për ne. Ndoshta e kaluara nuk ka qenë gjithmonë aq perfekte sa mendojmë, por edhe tashmja që po jetojmë sot, një ditë do të bëhet një periudhë për të cilën do të ndjejmë mall. Gjatë gjithë paraditës, stendat e karvanit shëndetësor kanë qëndruar të hapura sot në hapësirat e lagjës Ali Ibra, me qëllim të dhënies të sa më shumë këshillave dhe shërbimeve për komunitetin. Karvani shëndetësor këtë të premtë ka qëndruar në lagjën Ali Ibra, e njohur edhe si kolonia, ku banorët patën mundësi të marrin këshilla dhe informacione lidhur me ruajtjen e shëndetit. Me shumë rreth këtij aktiviteti, flet drejtoresha ekzekutive e OJC-s Mundësia, Hasime Tahiri Hasani. Tash është karvani i dytë me radhë edhe e kemi bën këtë lagjën këtu, Concordia. Interesimi ishte jashtëzakonisht i madh, edhe janë bën kontrollat e tensionit arterial, sheqerit në gjak edhe indeksi masës trupore. Ka njerëz që edhe janë rekomanduar edhe më tutje për kontrolla të tjera. Tahiri Hasani i bëri të ditur se gjatë takimeve me qytetarët janë evidentuar shqetësime të ndryshme shëndetësore, ndërsa jo ndau edhe disa këshilla praktike që qytetarët duhet t'i kenë parasysh. Në këto ditë nxehtat mos dalin, domethënë në pikun e të nxehtit. Edhe për atë arsye ne edhe kemi vendosur se këto karvanet ti mbajmë paradite më herët që domethënë kur është ky piku veç me i përfundu, mos me i rreziku edhe popullatën. Dhe te ushqimit e gjitha kishte mjaft interesim domethënë fluksi ke. Si zakonisht Gjakova janë shumë të interesuar. Organizatorët thanë se karvani shëndetësor do të vazhdojë me synim rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve për kujdesin ndaj shëndetit dhe rëndësinë e zbulimit të hershëm të sëmundjeve. Mbrëmja së premtes nis me 2 premiera në kino Hyrje Hana në Gjakov, ndërkohë gjatë vikendit do të shfaqen edhe disa filma të tjerë, ndërsa filmdashësit i presin edhe disa surpriza. Edhe këtë javë, kino Hyrje Hana ka përgatitur një listë të gjerë filmash që do të shfaqen në ekranin gjigant të saj sonte dhe gjatë vikendit, duke u përshtatur të gjitha moshave. Këtë të premtë në orën 18 shfaqet premiera me botën plot ngjyra të Moanës, për t'ia lënë vendin në orën 20:30 premierës Evil Dead Burn për adhuruesit e filmave horror. Sa i përket të shtunës, dita fillon përsëri me shfaqjen e filmit Moana në orën 13 për të vazhduar në shoqërinë e Minions and Monsters në orën 16, Michael në orën 18 dhe dita përmbyllet me filmin Evil Dead Burn 20:30. Lista e gjatë e filmave nuk do të mungoj as ditën e diel, ku në orën 13 shfaqet filmi Minions and Monsters, në orën 16 Moana për të vazhduar në orën 18 me filmin Evil Dead Burn dhe dita përmbyllet në orën 20 me filmin Obsession. Përveç emocioneve në ekranin e madh, ky vikend vjen edhe me dhurata duke lancuar lojë shpërblyese Moana Magic në bashkëpunim me Kino Hyrje Hana dhe Qendrën Tregtare Nertel. Të gjitha dhuruesit e filmit kanë mundësi të fitojnë një fustan elegant për vajza, si dhe 2 paku me nga 3 bileta për filmin Moana, përmes faqeve zyrtare të rrjeteve sociale. Në xhaminë e Hadumagës, pas një renovimi dhe mobilimi në vlerën gati 10.000 euro, zyrtarisht ka hapur dyert biblioteka. Ky projekt u financua nga kryetari i 29 i Asamblesë së Madhe Kombëtare të Turqisë, Mustafa Shëntop, dhe avokatit Yashar Bash. Sot u mbajt ceremonia përrimit të bibliotekës në xhaminë e Hadumagës në Gjakov. E për këtë projekt, disa fjalë i pati personi që e bëri të mundshëm këtë investim. Nuk është këtu vetëm një bibliotek, është vatra dijes që tregon për brezat e së ardhmes. Pas 50 viteve, ndoshta ndonjë lexues nga kjo bibliotek do të krijojë vepra të ndryshme. E ai lexues pas 50 viteve nuk do të kujtoj emrat tonë e as të Sulejman Hadum Agës, por fondacioni e ka këtë detyrë që të lë vepra më të mira për të ardhmen, pa kuptuar të tjerët se kush ishin personat që bëjnë këtë. Një histori personale për këtë bibliotek e tregoi i pari i Këshillit të Bashkisë Islame në Gjakov. Për mua kjo bibliotek
Benim için bu kütüphane Ka dhe një domethënie personale. Para luftës kam pasur privilegjin të studioj në këtë kutubhane. Kam kaluar orë të tëra në mentorim në mësuesit tim të parë të Kur'anit, Rahmetliun Recep Ismail, derisa jam ba në shkollë medrese në Prishtinë. E udhëheci i Bashkisë Islame të Kosovës tregoi se çfarë hasim ndër të tjera në këtë bibliotekë. Ju të gjithë e dini se simboli i fesë tonë islame është dija, arsimi. Dhe jo rastësisht i madhi Zot në shpallën e fundit e filloi duke thënë "Nastidhu billah iqra", lezo. Sot, ndaj edhe për të lexuar është kusht për të shkruar. Zoti Xheleshan u betua në laps edhe në shkrim në atë që shkruhet. E këtu në këtë biblioteki kemi hasur, librari kemi hasur dhe i hasim dyja këto. Në fund të kësaj ceremonie u bë prerja e shiritit ku të pranishëm ishin pjesëtar të KFOR-it turk, ambasadori i Turqisë në Kosovë Sabrit Tunç Anglë, komandanti i kryesisë së Këshillit turk në Kosovë Harun Elitash, si dhe zëvendës kryeministri i Kosovës Fikrim Damka, si dhe mysafir e përfaqësues të tjerë institucional e lokal. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vije. Para se të ndami të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka përsëritur sot nevojën për sigurimin e numrave për zgjedhjen e presidentit. Ashensori në QMF1 jashtë funksionit. Hap dyert pas renovimit biblioteka në xhaminë e Hadomagës. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjeshni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.